E bën edhe e bën si drejtje. Ta e kriminella, po I vrasin njerëzit, po I lën pa buk. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not allow responsibility. Të dashur miq, ky episod mundësohet nga AI Optika, optika juaj. Shkoni tashmë në faqen e Instagramit AI Optika me kodin Buçi Podcast dhe porosisni një palësyze me 10% ulje. Faleminderit dhe dëgjim të këndshëm. Shiko, sa të vi edhe Andi. Një gjë që doja të diskutoja unë pak domethënë tjetër që është në temë më shumë sociale, që të largohemi pak nga kjo politika e drejt për drejt. Ma mendja Andi do e ketë iden direkt sa të futet. Unë protestova diçka te grupi të Reolitat, një tekst të vogël që kishte shkruar dikush që unë se njoh fare personalisht se kush është, po thjesht që interferoi. Andi sapo nisa të tregoja pak për atë bisedën me që kemi nisur diku më duket bashkë me komente për sa I përket këtyre temave sociale, jo me për emra e budalliqe të tjera, si dhe ajo që ai shkrimi që postova unë para ca kohësh edhe janë disa persona valla që sa futen në këtë pjesën e komenteve, futen shumë me spat në dorë valla. Kupton? Jo diskriminues, maskilist, ti nuk I do femrat, I ke femratfobi, edhe një moment I kështu what the fuck, po unë nuk thash asnjë gjë valla. As në tekst nuk ishte asnjë lloj gjëje që përmendte në një lloj diskriminimi në çfarë do lloj mënyre, domethënë. Unë edhe e publikova atë te grupi, publikova për pjesën që shifim çfarë po bëni, çfarë po I tregoni fëmijëve, domethënë, edhe si mund ta barazosh këtë gjë me atë gjën tjetër. Edhe feedbacku që marr është jo po ti je maskilist. Që s'ishte lidhje fare, nuk ishte kuptim fare domethënë. Kemi vajtur pra Andi, tek ato që shkrimi shkëmbyer muhabeti bashkë, kemi vajtur edhe ne tek ajo kultura reaksionare, domethënë që është vetëm ti biem kujt I biem, mjafton të kemi të themi diçka, që të godasit, të jetë sa do lloj episod që mundësisht ta prek edhe personalisht tjetrin, mjafton që të kemi diçka për të thënë. Nuk e di jeni në ndjenjë të poshtit apo jo. Ko unë e pash, domethënë po shiko, është krijuar një kështu jo cancel culture, është dhe kjo, por është krijuar një lloj kështu reagimi ose reply shumë e fortë, domethënë direkt në sulm, asnjë lloj hajt ta diskutojmë, hajt sepse po shikoj edhe sot, edhe tani që ka këtë debati me Elon Muskun që ka marrë Twitterin edhe censura, jo censura, liria e fjalës, jo liria e fjalës. Edhe ndonjëherë më duken që diktatorët më të mëdhenj janë liberalët. Sepse të thonë që ti ke drejt thuash çdo gjë, por mos dil kundër mendimit tim, asaj që unë besoj. Edhe Albioni ka pasur ca eksperjenca, sidomos me një person që vjen kokësh, ka një lloj ekspansioni kështu edhe një lloj frustrimi, Jacqueline Lekatari për shembull, është e pamundur të debatosh me individ të tillë që ta debatojmë qetësisht një gjë që ky është këndvështrimi im, ky është gjithmonë e ke, je abuzues, je mizogjinist, jam dakord që mund të ketë raste që dikush për shembull mund të jetë I tillë edhe përmend terma specifik, por kur ti do të debatosh diçka dhe të shprehësh mendimin tënd, nëse nuk e shpreh dhe nuk je dakord me personin tjetër, të hidhen në sulm, je kundër individëve të tillë, je kundër qasjes të tillë, kundër kësaj ideologjie, etc, duket sikur je një lloj fashisti o nazisti I ri. Edhe është pak e vështirë, domethënë, që të jesh kështu me gjithë politikisht korrekt, se e shikoj këtë ndonjëherë heq dorë kështu nga debate me njerëz tillë, sepse e kam këtë gjë që unë kam të drejtë dhe kjo jo vetëm që kam të drejtë, por është ligjore kjo gjë, e vendos unë dhe pikë. Edhe duket sikur secili thotë që mendimi im është më I mirë. Ai Platoni I ndan kështu mendimet në dy kategori. I quhen ato që janë realisht mendime, edhe ata që janë opinion ose siç e ka fjala greke doksa, që është një gjë kështu që është mendimi jot o plak. Edhe nuk është diçka që ka bazë, nuk e ke studiu, nuk e ke, thjesht është doksa, është si po them kështu e mendoj unë kështu dhe po e them dhe unë kam të drejtë. Çështja është që mua më shqetësoni që ky sulmi, ky lloj, sepse edhe me personat LGBT, edhe me po them edhe këto debatet raciale, por kryesisht janë këto me qasjet seksuale. Unë për shembull jam person shumë përkrahas edhe të këtyre grupeve të marginalizuara, por ama diku e ndaj kufirin,
edhe kur debatojnë ndonjëherë dhe bëjnë ndonjë debat me persona të tillë, kur e kuptoj që kjo gjë is enough, është ka te kaluar kufirin, jo pastaj të hidhen kjo siç thua ti këto pjesa e sulmit. Kjo është e drejta e dikujt, po nuk mund të jetë çdo gjë një lloj e drejtë kështu liberale pas një lloj kufiri, pas një margjine ligjore që çdo kush ka të drejtë, jo çdo kush ka të drejtën çfarë lloj gjëje. Ke të drejtën ca gjëra, ke disa të drejta, por ama ekzistojnë dhe disa kufi ligjor, shoqëror, moral, të cilët realisht nuk mund të tejkalohen. Për shembull, një nga rastet që pash unë ishte ky spitali i Bostonit pediatrik që është ndër më të mirë në botë, realisht rankohet si i pari, dhe thoshte që për krahate ndryshimin e gjinisë për fëmijët e vegjël, e thoshte që fëmia e di deri në mitër identitetin e tij gjinor, që është një deklaratë absurde komplet, sepse një fëmijë sot dhe jam draguar, unë për shembull mendoja që isha Sandokani ose ishe Dark Magician te Yu-Gi-Oh në Dark Magician janë vetëm plot. Po pra, po tani duhet ndryshojmë gjinin që të bëhemi Dark Magician. Ai thotë duhet ta përkrahesh fëmin tënd spital pediatrik botror, ta përkrahesh fëmin tënd për krah këtë identitetin e ri, që është një absurditet shumë i madh. Edhe nëse ti thua kjo është gjë është e gabuar, jo, ti je kundër drejtave lirisë të njeriu, ti je kundër fëmijëve që duan të jenë transgender. Edhe atë Elon Muskun që po duan është kështu, po vjen fashizmi, po vjen ky, do përkrahet ai. Çështja është që besoj se duhet gjejmë një lloj balance si shoqëri dhe të mësojmë një herë të diskutojmë qetësisht dhe të bijmë dakord për ca gjëra qetësisht, se po polarizohemi shumë besoj se te kjo pjesa. E vdesin për këtë, se ne jemi gjatë të përgatitur për këtë pjesën, se na kanë përgatitur për partit politike të qenë militante dhe tani po përdoren edhe për këto vende të tjera. Edhe unë kisha shumë frikë që kjo do të ndodhte. Edhe jo për të thënë I told you so, but I told you so. Se kam bërë monolog që shumë përpara kohësh, kur kjo ka dalë trend në Amerikë edhe në UK edhe këtu në Europë pak në pak. Unë direkt e kuptova që kjo gjëja do mbri dhe në Shqipëri dhe do bëj kërdin, sepse ne jemi jashtëzakonisht shumë të gatshëm si shoqëri të ndahemi në përpole dhe të tregojmë me gisht fajtor. Jemi shumë eksperta për këtë punë domethënë. Edhe kam pasur vërtet shumë frikë dhe fatkeqësisht më ngrën goja mu të thon pleqt, e kupton doli fjala që ka arritur deri në atë pikë që çfarë lloji budalliku të thuash ti domethënë. Sa do të drejtë do jetë dikush që do të atakojë në një mënyrë të pashpjegueshme. Siç ishte ajo që tha që ti je diskriminuese dhe i shikon femrat si nivel të ulët, domethënë që për mua është ofendim shumë i madh, sepse unë nuk e shoh veten ashtu, edhe nuk jam. Edhe e kam vërtetuar vetes në disa pika, se s'kam pse e vërtetoj njeriu tjetër. Edhe unë në të njëjtën mënyrë, pastaj siç më shkruajta një koment në atë lloj mënyrë shprehje, dhe pastaj më vjen një komenti, po ti ku e gjen të drejtën të flasësh kështu me mua. What the fuck, po ti ku e gjen drejtën, mirë unë. Se unë nuk të kisha dhënë arsyen, po tani po ta jap arsyen, me që ti u ktheve ashtu. Edhe vazhdon ajo pjesa pastaj një lloj kakofonie, gam kot, duke u dal janë persona pastaj që tjetër që përson ti, tjetër që thon ata, po ky është mendimi im, thon, edhe i bën një lloj projektimi që del komplet nga konteksti i asaj gjëje. Edhe është okay deri në një farë pike. Domethënë që nëse do ta nisësh fjalin që unë dua të shtoj këtë gjë, atëherë je në rregull. Po kur ti thua unë do të shpjegoj këtë që ti sapo the, po do ndryshoj komplet çdo lloj gjëje që ti the, nuk aty hiqet vija. Po ti ke të drejtën të japësh mendimin tënd, po nuk ka për detyrë asnjëri të jetë të njëjtin mendim me ty. Kjo është absurde. Unë mendoj që ka paktën ashtu si e mendoj unë, ndoshta kam gabim. Mendoj që ka dy feminizma, domethënë feminizmi si lëvizje sociale për drejtat e grave, deri te first wave feminism, edhe feminizmi si ideologji politike, sidomos vitet e fundit. Unë për vete si person me feminizmin si lëvizje për drejtat e grave jam shumë dakord, sepse mendoj që gratë kanë mangësi të madhe të drejtave politike, të drejtave sociale brenda familjes, të drejtave ekonomike, shpesh s'kan drejt të kenë biznese të tjera. Mirë po ligji tana, Albit, të lutem bëhet të qartë këtë pjesën për të gjuhës. Në ligji ka të gjithë çdo njeri individ, është pjesa e kulturës, është pjesa e shtëpisë. Apo varet se sa zbatohen ligjet, kupton se në ligj drejtat sociale i kanë gjithë, edhe fëmijët, edhe gratë, edhe burrat, por realitet ne i shohim gratë se si trajtohen, realitet e shohim se sa
si ngacmojnë seksualisht në punë, cilat promovohen, ato që japin seks apo ato që janë vërtet zonjat, edhe në politik, se sa seksizëm ka, si sulmojnë gratë në mënyrë seksiste, edhe nuk i bën përshtypje askujt. Domethënë, nuk është vend i mirë Shqipëria për gratë. Nuk e di në Europë se si është, ka dhe aty anë të veta pozitive e negative, po t'jesh në Shqipëri një grua në politikë, ose një grua suksesshme në biznes, ose thjesht një grua, përballesh me shumë pengesa që burri nuk përballet, nuk ka nevojë të gjykohet aq shumë, nuk përballet aq shumë me gjykim lidhje me jetën seksuale, nuk sulmohet seksualisht për çfarë do lloj teme të mundshme, etj. Ndërsa me feminizmin si lëvizje ideologjike, ashtu siç kuptohet sot, unë nuk identifikohem, sepse feminizmi sot për mendimin tim ka shku shumë larg, sepse është jo vetëm feminizmi, po e gjithë lëvizja, po themi liberale, botërore, ka shku aq larg sa diskuton edhe vetë konceptin e burrit dhe të gruas, varet se si ndihesh. Janë ultra progresiv ta. Po diskuton konceptin e prindërimit, rolin tradicional të babait dhe të nënës, që për mendimin tim është gjëja më e gabuar, sepse energjia maskullore dhe femërore njihet që në hinduizëm, te Krishna, janë energji që kanë ndërtuar universin, më duket e pa kuptimt që të mohohet identiteti gjinor, ose të vihet në diskutim, ose të konsiderohet si një spektër, po gjithsesi ky është debat tjetër. Unë me këta nuk identifikohem fare, dhe problemi i Shqipërisë me atë që përmendi ti ose Andi është këtu, që në një realitet tepër patriarkal, tepër maskilist siç është Shqipëria, kemi dy kategori njerëzish. Një është kategoria njerëzve që janë tepër mendje mbyllur, edhe i fusin në çame, i fusin në fjali seksiste për femrat në çfarë do lloj rrethane apo situate. Kategorinë tjetër kemi vajza ose gra, të cilat janë jo vetëm të emancipuara, po janë në një linjë me këtë linjën e liberalizmit botëror, sepse ky liberalizmi botëror po e quaj si lëvizje, se nuk është një lëvizje, janë shumë rryma, po i përmbledh liberalizmi, e ka pushtetin. Domethënë e ka influencën në Hollywood, e ka influencën në shoqërinë civile, e ka influencën në media, madje edhe tek tekstet shkollore ose në institucionet shëndetësore, siç e përmendi Andi. Në Shqipëri nuk e ka pushtetin tek populli, por në disa drejtime e ka pushtetin në institucione dhe sidomos tek shoqëria civile, dhe deri një farë niveli edhe në media. Dhe këtu krijohet ai konflikti, për shembull e përmendi Andi, unë kam pas një debat me këtë Jacqueline, sepse unë po i thoja, ajo po komentonte kundër një gazetari, Andi Labuti. Ky siç përmendi Zotin në një moment, dhe kjo i tha ti edhe gazetar, tha, dhe për hap ignorancë të tillë, edhe i them unë kësaj Jacqueline se ti s'mund bësh policin, domethënë njeriu mund ta përmendë Zotin, nuk është diçka e gabuar, ose ti po përmend ignorancë, po për hap ignorancë ose obskurantizëm, nuk mund bësh policin e internetit. Dhe ajo më kthy me një agresivitet që nuk e di se ç'a më tha, nuk i mbaj mend tamam fjalët, po diçka mami jot, ti do me i vra femrat, nuk e di se ç'a më tha, diçka, domethënë ajo projektoi tek unë gjithë komentet negative që mund të ketë marrë, ose urrëtitjen që mund të ketë marrë ajo në rrjetet sociale, edhe e projektoi tek unë, sikur unë isha dakord me ata. I thash ç'lidhje kishte mami im këtu, unë po të komentoj lidhje me Zotin dhe një koment një gazetari. Domethënë kemi dy realitete që përballen. Një është realiteti i prapambetjes ekstremet, një pjesë të shoqërisë që thotë vritini këto janë kurva etj, dhe një realitet tjetër i cili është i frymzuar nga interneti, po jo vetëm, është i frymzuar edhe nga lëvizjet feministe nëpër botë, i cili ekziston pothuajse, domethënë mendërisht është në Europë, por këmbët i ka në Shqipëri. Dhe mendon se mund t'i bëjë njerëzve cancel, ose mendon se e ka pushtetin institucional aq sa për t'i censuruar ose për t'i goditur njerëzit. Tani ky është një debat që ekziston edhe në botë, edhe në Twitter, tani Elon Musk ka bler Twitterin, është një debat që nuk mbaron kurrë, por në realitetin shqiptar, unë mendoj që për gratë ka shumë vend dhe ka shumë hapësirë për qenë aktivist, ndaq për gratë e përdhunuara, ndaq për gratë
e diskriminuara. Dhe unë vetë kam bërë timen aq sa kam pas mundësi pa e qyjt veten feminist, dhe akoma nuk e qyj veten feminist. Por mendoj se ka shumë vend për të bërë aktivizëm pa shku deri tek ekstremet ose tek ato gjëra që nuk përputhen me realitetin tonë, për shembull, të identitetit gjinor. Nuk e mohoj që ka njerëz komunitetit LGBT dhe që ndihen në një mënyrë të caktuar në Shqipëri, por mendoj se duhet kjo luftë, nëse mund ta konsiderojmë luftë, duhet përqendrohet tek ato çështje. Kemi gra që punojnë në fasoneri me rroga mirane, kemi gra që përthunohen dhe nuk denoncojnë dot. Kemi gra që friten, rrifen, hidhet acid në fytyrë nga burrat. Ka mjaft për të luftuar. Nuk ke nevojë me shku tek ideologjia ekstreme apo tek majtizmi apo tek këto rrymat për mendimin tim. Plus, edhe një të fundit du të ashtoj që feminizmi sot, pse e them që kuptohet si ideologji, sepse feministët, një pjesë e feministëve, identifikojnë patriarkalizmin me kapitalizmin. Do më thënë, ashtu siç marksistët ose pjesa e majtë e shoqërisë e sulmon kapitalizmin si një sistem të shfrytëzimit nga shfrytëzuesit dhe të shfrytëzuarit dhe mendon se duhet emancipohen të shfrytëzuarit dhe të organizohen dhe ta hedhin poshtë gjithë sistemin mendor dhe politik dhe ekonomik të kapitalizmit, ashtu dhe disa feministe e kanë interpretuar këtë ideologji, dhe më thënë e kanë marrë shablon dhe e kanë aplikuar tek format patriarkale shoqërore, duke nisë me atë figurën e Sartrit, ja harrova emrin e andit, lutem ma kujto. Simone de Beauvoir e mbrapa e kanë menduar sikur patriarkalizmi është një sistem ku burrat janë maj dhe gratë janë të shfrytëzuarat dhe gratë duhet të organizohen me njëra tjetrën, të hedhin poshtë patriarkalizmin dhe që këtu pastaj kanë arritur përfundimet absurde që të mohohet identiteti maskullor ose të mohohet familja si e tillë ose që çiftet tradicionale janë për të luftuar, familje tradicionale është për të luftuar. Marksi vetë ka thënë që gruaja është prostituta e burrit, kuptimi që burri e përdor atë si pronë, si të dojë. Kështu që në këtë kuptim për mendimin tim është i gabuar feminizmi. Pastaj nëse diskutojmë për drejtat e grave, unë jam dakord gjithë ditën dhe jam dakord që duhet luftohet për to si për drejtat e gjithë, edhe të burrave edhe të fëmijëve. Ja, të shpjegohem unë si individ për shembull gjitha. Tani me këto vite që unë kam pas këtu, domethënë se edhe nga që shkëputesh nga shoqëria shumë e madhe, ke pak më shumë kohë dhe lexosh edhe të futesh pak në filozofi. Edhe unë jam tani në një lloj periudhe të jetës ku për mua përdorimi i fjalës, edhe se çfarë është fjala në thelb, definicioni ka shumë rëndësi. Që si mund ta quajmë diçka, çfarë fjalë të përdorim se për çfarë. Me gjithë me ato mangësitë e mia, se normalisht nuk të vijnë gjithmonë fjalët, por gjatë gjithë kohës mundohem që të përdor atë më të duhurën. Edhe për të gjitha ato probleme që ti përmendëm më përpara, nuk ka asnjë arsye pse ti jesh feminist. Që një femër mos të përdhunohet, që mos të lidhet acid në fytyrë, që të ketë të njëjta mundësi me një mashkull, kjo nuk të bën feminist. Kjo të bën thjesht një humanist, të bën thjesht një individ të denjë për shoqërinë. Nuk ka nevojë të t'i vësh një epitet vetes për të marrë ato like-et në Facebook apo në Instagram, apo të konsiderohesh nga majtistët si aleat apo etj të gjitha këto rrymat idiote që janë tash. Jo. Nëse ti do të kërkon t'i vësh vetes emër që të përhapësh ato idetë tua dhe të rezatosh atë mirësinë tënde, je gjaj mbaruar se vetë thelbi jot, vetë ekzistenca jote, mënyra se si trajton femrat në përditshmëri, por edhe se si flet për to, është mjaftueshëm për të treguar dhe për të mbajtur pjesën tënde në shoqëri. Por këta persona, sidomos meshkuj, që dalin domethënë thonë që jam feminizëm, e para fare nuk e di se çfarë do të thotë. Se feminizmi, vala e parë dhe vala e dytë të feminizmit janë lëvizje jashtëzakonisht shumë mira që njerëzimi ka përfituar jashtëzakonisht shumë. Dhe atëherë mund ta quajë ti, akoma mund ta quajë feminizëm, sepse atëherë vërtet ato nuk i kishin. Në ligj nuk i kishin të drejtat. Kurse tash nuk është më feminizëm. Tani nëse ti do që këto të drejta që ato i kanë në ligj
të respektohen edhe në praktik, edhe në jetën e përditshme, domethënë të kenë një jetë sa më të denjë, nuk je më feminist. Ti je thjesht një person që kërkon që ligji të vendoset ashtu siç është planifikuar dhe që secili pa pasur diskriminim nga gjinia apo preferenca seksuale të ketë të njëjtat mundësi. Se qa bën individi me ato mundësit, nesër pas nesër, se ja del, se si ja del, se vazhdon të jetë në gjendje mjerane, ajo është përgjegjësia e individit. Përgjegjësinë që ka shteti dhe shoqëria është që mos t'ja marri atë mundësinë, siç e kanë të tjerët, ose mos t'ja bëjë më të vështirë, e të tjerë. Edhe kjo është thelbi që pse feminizmi i vitit 2022 është një skam. Është një skam i madh, domethënë, edhe është thjesht një luftë e hapur kundër personave që arrin të bëjnë diçka me jetën e tyre, sepse i tregohet se nuk është më as feminizmi, është më shumë kështu luftë e hapur kundër çdo gjëje që funksionon edhe gjën që ata se kanë. Normalisht është diçka që nuk e kanë dhe e shahin vetë. Siç është lufta kundër familjes tradicionale, siç është lufta kundër mashkullit tradicional, që është deri në një farë pike overachiever, sipas Jungut apo Nietzsches, e ke parasysh? Edhe kjo janë lufta hapur për të denigruar në çdo lloj pjese këtë. Nuk duhet të jesh më. Ashtu duhet edhe nëse ti je një person që je shumë i aftë të bësh diçka, jo, nuk duhet ta bësh, duhet të presësh që edhe ky tjetri të bëjë një gjë si ty. Po që është e gabuar. Sepse asnjë person nuk e ka të njëjtin vullnet. Vullnetin që ka Andi nuk e kam unë, vullnetin që kam unë nuk e ke ti. Është çdo gjë është jashtëzakonisht shumë e ndryshme. Ne duhet të kemi mundësi të barabarta. Po që të mendosh që unë, edhe në këtë shembull Andi tash, të dy meshkuj, të dy shqiptar, jemi të barabartë me njëri tjetrin, është budalli me brir. Barazia është krijim njerëzor, barazia asnjëherë nuk ka ekzistuar. E vetmja gjë që ka një popullsi dhe një shoqëri në dorë është të barazojë mundësitë, ato kartat e para me të cilat të hynë në lojë. Ato derën e hapur ta kenë të gjithë në të njëjtës madhësi, dhe se çfarë bën ti pastaj me atë derën, ajo është përgjegjësia jote dhe e mirë apo e keqe, ose do marrësh kredit në fund ose do mbash fajin tënd. Kështu mendoj. Shiko, unë jam dakord që mjafton të jesh humanist dhe jam një linjë me ty sa i takon mendimit të djathtë, madje për shumë kohë kam qenë i djathtë në ekstrem kundër këtyre feministëve, por është edhe diçka tjetër që njeriu duhet edhe pak të dalë nga butkuptimi vet për ta kuptuar butkuptimin e tjetrit. Për shembull, unë vere tek vetja, ne shoqëria si meshkuj na ka arrit me idenë e qenit mashkull, qenit i fuqishëm e tjera, dhe me idenë e kavalierit që ti duhet bësh disa lëshime për femrën, duhet ta ndihmosh, duhet ta mbrosh nëse është në rrezik e tjerë. Mirë po, nëse nuk ekspozohesh pak edhe ndaj botkuptimit feminist, ti nuk e kupton se çfarë vështirësish mund përballen ato në jetën e përditshme, se si mund gjykohen për shembull për jetën seksuale, se si mund ngacmohen seksualisht, mjafton flasësh me një shoqe apo me një dashur apo me gruan, dhe në mënyrë të sinqertë ajo mund të tregojë gjithë ngacmimet seksuale që mund t'i ketë gjatë gjithë ditës, nga njeriu në autobus deri tek vendi i punës, dhe se si meshkujt abuzojnë me këtë statusin social që shoqëria i mbron, se thotë hajtë se burrat janë kështu, dhe gratë gjithmonë janë ato që janë viktimat edhe po tankohen janë kurvat, ose gruaja në familje, se si duhet jetë shërbëtore e burrit, dhe sidomos gruaja shqiptare se gratë e huaja nuk e kanë këtë koncept. Po gruaja shqiptare konceptohet që duhet i bëj kafen, vjerrit, duhet bëj shërbim, duhet bëj hizmet, që është ajo fjala. Dhe nëse ti nuk ekspozohesh pak ndaj këtij botkuptimit feminist që denoncon pikërisht për status të gruas, nuk mund ta kuptosh plotësisht vështirësitë me të cilat gratë përballen në një mënyrë të drejtë për drejtë dhe për ditë, duke filluar që nga siguria bazike, që nuk ecin dot natën rrugës pa frikë, pa pas në jankth ose duke pas frikë çfarë është kjo makinë që po lëviz ose pse po lëviz ky mashkull afër meje. Unë s'kam frikë të lëviz natën, ose ato që i përmenda për vendin e punës e tjera. Kështu që unë i mundohem me timen, me aq sa kam dorë, të promovoj gratë, promovoj modelet e duhura të grave, pak në ashtu si e mendoj unë, të shpërfaq denoncimet e tyre, njerëzit, të akuzoj njerëzit që abuzojnë
me gratë ose që kanë gjuhë seksiste etj edhe në politikë edhe kudo. Por është një luftë që nuk mbaron kurrë dhe për mendimin tim lëvizja feministe duhet të ketë më shumë lëvizje, si thuhet në anglisht grassroots, lëvizje të rrënjve, të cilat i ndihmojnë gratë aty ku janë, lagjë në vendin e punës, në qendra sociale, sesa lëvizje të tipit të shoqatave të cilat ekzistojnë me, domethënë mbijetojnë me financime të huaja dhe ekzistojnë me ato projektet e veta dhe për mendimin tim, emancipojnë, po nuk japin produkt real për një shoqëri siç është ajo shqiptare ku nuk realizohen drejta bazike të grave, të burrave, të kujtdo, vendin e punës, kudo, domethënë është një batërdi. Çiko, Albi, është diçka, domethënë te një nga gjitha ato që përmendën ti me një gjë nuk jam dakord me të pjesën e lëvizjes së natës, domethënë që është një nga gjërat që një lloj paralelizmi që kam dëgjuar nga Andrew Tate në një intervistë. Pavarësisht se unë nuk bie dakord shumicën, po me këtë është dakord plotësisht. Se edhe ti ku thua që unë lëviz nuk kam frikë lëviz natën, nuk është e vërtetë plak. Nuk është e vërtetë sepse e vërteta e ekzistencës tani është që femrat kanë diçka që shumë meshkuj, që janë meshkuj zakonisht të dobët, që normalisht i bën ata të jenë meshkujt më të rrezikshëm në shoqëri, ku mashkulli i dobët është i rrezikshëm. Femrat kanë diçka që ata lloj meshkush e duan. Edhe që është trupi i tyre, kupton, ta abuzojnë, ta përdhonojnë etj. Tani ti, si Al, nëse ke marrë rrogën e ke në xhep, ke 3-4.000 euro, domethënë nuk do ikësh tash të bësh një xhiro ghetto. E kupton? Edhe kur është bërë kjo debat, domethënë, është quajtur siç thuaj gjithmonë që jo po se e ka fajin pra që është kurva apo kështu. Jo, ajo është shumë gabim. Asnjëri nuk e ka thënë atë. Problematika ishte që ne dim se në çfarë vendi jetojmë. Do ishte shumë mirë nëse do ishte ashtu. Nëse asnjëri nuk do ishte kriminal, nëse asnjëri nuk do ishte përdhunues. Po fatkeqësisht ne jetojmë me këto individ, siç e the timin përpara, domethënë që këta individ që bëjnë këto lloj traplliqesh, domethënë që duhet të kenë dënim super maksimal, ne kemi diskutuar këtë dhe ju të dy e dini mendimin tim se çfarë duhet bërë me ta njerëz. Këta i kemi. Edhe duhet të jetë edhe pak përgjegjësia e gjithë secilit mos ta vëj atë veten e vet në atë lloj situate. Të thonë ju, është pak e rëndë, po të thosh. Po, është me të vërtetë shumë e rëndë, sepse siç ndodhi ajo me atë 11 vjeçaren që ishte ajo s'kishte faje, kupton se s'mamendja se ishte ajo me atë lloj kapaciteti për ta kuptuar se ku po ikë çao bën, ka dalë për qefin e saj, për jetën e saj dhe e përfunduan që ato lloj mostras domethënë i ka shkatruar jetën. Por në qoftë se do ta kesh, në qoftë se ti e di ça, domethënë unë si Bleon për shembull, çfarë lloj vendi që të jem, janë disa vende në Berlin, domethënë që kur e lëm të dalim me shoqëri, se jemi gjithë çuna, se jemi të përziera, po se jam vetëm të dashur time, unë nuk kaloj natën aty, sepse unë e di shumë mirë që me shumë mundësi nuk ndodhi asnjë gjë. Po me ato që kam dëgjuar, unë nuk e vë veten time në atë lloj pozicioni, saqë të presëm tash do ndodhi kjo gjë apo do ndodhi. Nëse e ke. Po mirë, valla, mos kalosh ti me dashurën një geto se janë ata të rrezikshëm. Pse që kanë ata të justifikuar se janë të rrezikshëm? Kush janë ata që janë të justifikuar? Jo, nuk janë të justifikuar as pak ata. Ja, këtë duhet të kuptosh. Nuk janë të justifikuar. Përkundrazi, është pa justifikueshëm për ata. Po kjo është realiteti, që ata janë kriminala. E kupton, dhe unë nuk do të kaloj aty tash. Realiteti po shkojnë burg nëse janë kriminala. Po pra, edhe unë do kaloj atje mbase atje në burg. Jo kur ata janë jashtë. E kupton? Unë duhet të ruhem unë nga ata, pse mos ruhen ata nga unë. E po mirë, pastaj do të vëm veten në rrezik tash haj ti bie unë aty ata mbie mua të çaj mua na thikat më lën atje gjysmak. Pastaj edhe mirë, i dola unë përballë aty tash edhe ti, atë ka qelluar një herë ti kësh për punë. Mund ka qellu për veten time, kam shku për punë në orën 3 natës, kam kaluar lagje të rrezikshme. Po. Më janë sul edhe të trovuar, kam ik nga ato situata në çfarë do lloj mënyre. Nuk është se i shmangësh dot 100% gjatë gjithë jetës njerëzve të këqij. Do dalin edhe i ditë përpara. Po kjo s'do të thotë se e ke fajin ti. Të lutem, në asnjë moment nuk e thash që e ke fajin ti. Por në qoftë se ti do kishe dy rrugë, një te kjo lagja e keqe, një te kjo lagja që s'është e keqe,
Zgjidh ato që s'është e keqe, valla. Ç'ta fusësh vetëm Ajo është common sense. A kupton? Është common sense mos ta vendosësh veten në rrezik, por në thelb po themi të njëjtën gjë, që femrat janë pasigurta. Thjesht ti po thuaj që femrat të shmangen një çik vet, mos ta vënë veten në situata rreziku që mos të ekspozohen. Edhe unë me këtë jam dakord, nuk është ato që femrat do të ekspozohen gjithmonë. Po them për ato që janë të rritura, e kupton që janë gjanë moshë që mund të kenë dhe shok ose kushërinj ose vëllezër, domethënë që i tregojnë se si funksionon bota e meshkujve, ja tregojnë se sa plera mund të jenë disa meshkuj, domethënë do ta kenë këtë gjë parasysh. Okej, po unë po të isha femër dhe të kaloj një lagje dhe të më thuhet që të kalosh një lagje të rrezikshme, më mirë mos kalo. Për shembull, unë po të kem lek në xhep dhe të kaloj një lagje të rrezikshme, mos më plas fare, do të kaloj aty. Kushdo që të vihet më i marr ato lek, do të kaloj herë sipër meje, pastaj ti marrë ato lek. Kështu e mendoj unë. Dhe unë nëse Zoti më jep vajzë nesër, do i mësoj të vetë mbrohet. Do i mësoj të përdori armën, do i mësoj të jetë person që nuk ka frikë nga askush, se nuk ka logjik që unë të kaloj diku dhe të më thonë jo po mos kalo ti se është lagje rrezikshme ajo. O Albi, po mos i bëjmë gjërat laboratorike tash. Unë po mundohem të ta parashtroj në pjesën e realitetit. Edhe unë dua ti vendos fëmijët e mi në një disiplinë, domethënë siç e kam bërë unë, ta bëj edhe ata që të jenë të aftë të mbrojnë veten, domethënë. Po sa do lloj ti je i afër të mbrosh veten, nuk mund ta mbrosh veten kundër 4 junkies, e kupton që ata nuk logjikojnë më. Kjo është e gjitha, domethënë. Ajo në teori jam 100% dakord me ty unë, domethënë. Por nëse e ke mundsinë, sado e vogël, nëse e ke një mundësi tjetër, duhet ta bëjmë. E ti thej që kjo është common sense. Është common sense për ty vëlla, por nuk është shumë të tjerë. Ktu ka shumë domethënë që dalin ecin nëpër lagje për këtë lloj fakti, gjithashtu zakonisht me Arabia për shembull, që ata duket dihet se çfarë lloj kulture kanë. Edhe ka goca për shembull që dalin nga klubet, edhe vjen nëpër ato vende sa ka arritur edhe shteti tash, se normalisht shteti Majtis, shtet legend, nuk merr masa tamam domethënë, edhe ka bërë blok që të vesh në disa parke mbas një orë të caktuar në vend që të ndjeki kriminalët domethënë. Tani ti kur nuk të asiston shteti, kur nuk të asiston policia, merre pak gjendjen vet në kontroll, shmangi këto gjërat. Se ne po mundohemi domethënë të jemi më të mirë nga dita në ditë. Kjo është pak se punon vetëm me lagjeve. Ti llogarit që një femër mund ngacmohet seksualisht edhe në lagjet më të mira të mundshme, ose jo në më të mira të mundshme, por në mes Tiranës. Tirana nuk ka geto, nuk është plot me emigrant. Po të kalosh ku diun në Allias ose në Laprak ose në kombinat, prapë do ngacmohesh seksualisht. Çfarë ti thosh asaj? Mos shko te shtëpia në orën 11 natës, se do ngacmohesh. Jo, ajo është nuk i eviton dot ajo fizikisht vendet. Ngacmohesh tjetër gjë, po flisim për pjesën më shumë tej që ekzistojnë ato lagje si geto të tilla domethënë. Unë po flisja për një rrezik më të lartë. Po flisja me një rrezik që është vërtet kontakt fizik, po thash, ngacmim seksual fizik që mund të degradojë në përdhunim, gjymtim, edhe tjerë domethënë. Unë jam shumë dakord, për mua duhet të bërë shembull ka individ. Ti e di shumë mirë që unë jam jashtëzakonisht shumë pasionant për këtë pjesë. Si? Arabët duhet kuptojnë që se kanë kontrollin, që nuk mund të përdhunojnë gra, që futet policia vendje dhe e shef ti pastaj se si bëhen njerëz. Ashtu si në vendet e tyre, pse kanë frikë përdhunojnë ata atje, si i pret plumbi. Nuk e përdhunojnë dot as drone tjetër. Po nuk po e bën shteti këtë. Po Albi po të jap rast praktik në jetën reale, nuk e bën shteti këtë këtu valla, nuk i përndjek ata shteti këtu se i dalin në shteti le ta bëjë individi. E pra, tu po them, kurse individi këtu nuk e ka, s'kan as armë asnjë gjë, familja është e degeneruar, vllai nuk do t'ia di fare, domethënë, edhe nëse motra e vet i qahet, thotë është je individi jot, bëj çfarë duash. Çfarë do bëj ajo? Armë s'ka këtu se s'është e lejuar si në Shqipëri. Për këtë se ka feminizmi, për këtë kanë fajin arabët ose kushdo që të jetë se kuptoj që lidhje ka feminizmi këtu. Jo, po se thashun që ka fajin feminizmi te kjo. Thjesht do ta shpjegoja si çështje domethënë që ka disa gjëra që persona të ndryshme në këtë rast janë në mënyrë disproporcionale të prekura femrat, domethënë se siç e the ti neve duhet common sense. Në rastin e nuk ta prek. Duhet common sense. Si? Që duhet common sense, jam shumë dakord se s'mund pretendosh ti të futesh në për situata absurde dhe të thosh jo po unë doja dalë edhe aty ku s'ja kanë dalë të tjerat. Është thelbi common sense. Pikërisht, është pjesa live to fight another day, nuk ka kuptim të bëhesh martir kot, domethënë, mund të bësh aktivizëm, siç thon, të vësh në dukje, domethënë, ku ka, shiko,
Tu ka pothuajse çdo javë protesta feminizmi këtu Albi, po asnjë nga këto grupe feminizme nuk i ka drejtuar syt në lagjen Neukölln, në lagjen Veding, edhe në ditë 3-4 lagjet e tjera ku është i përshëndruar ky llumi i këtyre ku ndodhin nga brutalitetet më të ndryshme, domethënë dhe ndodh ajo. Hm. Ajo ndodh sepse lëvizja majtiste nuk do që të konfliktohet me migrantët dhe të nxjerrë migrantët ashtu siç janë, domethënë më të patriarkal dhe më të prapambetur, sepse ka frikë se po të nxjerrë migrantët si patriarkal dhe të prapambetur do jap ushqim djathtës ekstreme që thotë ja ata do na shkatrojnë qytetrimin tonë. Kështu që paradoksalisht majtistët bëjnë, domethënë ndodh aleanca feministëve me, po themi, islamistët ose me emigrantët. Kjo është thelbi. Po pra, kjo është thelbi, kështu që jemi këtu që majtistët sakrifikojnë sigurinë publike vetëm për të zgjedhur prapë. Kjo është budallëk pastaj. Po se këtë po bëjnë, tonë, se nuk kam parë, ka që kur ka dalë çdo lloj nga këto që bëjnë tani protesta, se ka ndodhur edhe kur ndodhi atëherë fiki që ishte në 2018 ose nuk e di kur ishte viti i ri, që ndodhen përdhunimet masive në Köln, edhe gazetat e majta as nuk e raportuan ose e zbuten fare, ndonse ishte një përdhunim dhe ishte dhunim i drejt për drejt i drejtave të grave, zbuten vetëm sepse ishin emigrantë sirian dhe ishin njerëz kështu të huaj, edhe pse ishin brutal. Po pikërisht, po kjo është gabim, edhe tani domethënë dalin protestat feministe, edhe thonë që jo meshkujt janë plera. Më fal, po kur janë bërë protestat e tjera, domethënë si kur dalin skandale korporatash, e ke shumë të thjeshtë të drejtosh gishtin se cila firme, po cila kompani kishte fajin. Pse ke ti kaq problem tash të thuash që cilët ishin dhunues? Pse ke kaq problem të thuash që gjitha klanet mafioze ose mafioze janë këto local gangs, domethënë që janë arabe apo ku dijon, kurde të tjerë. Pse nuk ja vë gishtin tyre? Ti po i bërtet, kujt i bërtet atij shokut tënd te banka ngjitur në universitet, e i thua që ti je materialist, problemi ti je Gjermani, je i bardh dhe ti je shëmbulltyra e problemit të sotshëm. Shkabim kjo valla. Se edhe një person që sa ka filluar universitetin, një Gjerman i bardh që ka ardhur nga fshati vet, që si ka rënë njeriu më qaf asnjëherë, vjen aty e thonë, po ç'a bëra valla? Unë tani sa erdha për të mësuar, ju po më thoni unë kam fajin, unë jam problemi i gjithë. Edhe ç'a ndodh ai polarizimi pastaj që tha në fillim. Ky do thojë që dale, pse po më thon mua këto? Po, sepse ka ndodhur një prodhunim. Kush ka qenë ky? Okej. Ajo i bën qark të shkurtër deri atje dhe kalon në racizëm, se thonë ja ata plerat. Kjo është shumë vërtet, po kjo lidhet edhe pak me historinë e Shteteve të Bashkuara. Domethënë, është një libër, nuk e mbaj mend se kush e ka shkruar, Whiteness. Duket Fanoni, po nuk jam i sigurt. Edhe flet për konceptin e qenit i bardhë në Shtetet e Bashkuara, sepse Shtetet e Bashkuara bëjnë si shtet progresist, po deri para një 200 vjetësh ose 150 vjetësh i mbajnë njerëzit si kafshë, sklever, zin. Kështu që atëherë ishte një debat i madh kush është i bardhë, kush është i zi, sepse vinin, po themi, emigrant nga Italia dhe një pjesë nuk i konsideronin të bardhë. Bardhë në fillim fare ishin vetëm këta, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, bardhët Anglo-Saxon dhe Protestant. Pastaj filluan edhe italianë të integrohen në këtë komunitet ose në këtë identitet, po themi, pastaj edhe irlandezët, kështu që ka pas një konflikt shumë të fuqishëm racor që lidhej deri diku, po në mënyrë drejt për drejt edhe me skllavërinë, me imperializmin, me shfrytëzimin edhe me zonat botërore, domethënë Afrika, Europa, Amerika e Veriut, Amerika e Jugut. Edhe amerikanët për shembull, një pjesë as nuk, domethënë që janë i quajnë brown people, këta po themi të lindjes mesme, nuk i konsiderojnë, domethënë kur nuk janë të bardhë janë disi inferior ndaj nesh, kështu që ky konflikt pastaj është importuar edhe në Europë dhe prandaj sulmohet njeriu i bardhë kaq shumë sepse perceptohet sikur është pjesë e një strukture të pushtetit që ka shfrytzuar pjesën tjetër të botës dhe krijohen këto paradokse që thotë që vjen një fshatar, një djalë i bardhë ose një shqiptar tek e fundit, e thonë jo po ti je i bardhë i privilegjuar, ndërkohë ai mund të ketë heq gjitha të zeza gjatë gjithë jetës ka vujt për të arritur aty ku është dhe i thonë jo po ti ke privilegj sepse je i bardhë dhe përfiton indirekt. Po mendoj se këto janë problemet
shoqërisë amerikane që nuk I ka zgjidhur disa gjëra me veten e vet, ndihet keq për skllavërinë, për disa pushtërsi që kanë bërë në të kaluarën, edhe e kompensojnë duke nxjerrë njerëzin nëpër filma ose duke shkuar në ekstremin tjetër me white guilt, me fajin e qenit I bardh. Po këto janë problemet e Amerikës, nuk janë probleme për të Shqipërisë. Shqipëria nuk ka skllavëruar njerëj, ne kemi qenë mundësisht të kolonizuar, të pushtuar herë nga turqit, pastaj nga serbët, pastaj italianët, gjermanët, kështu që mendoj se jemi të përjashtuar nga këtë lloj gjënash, por jemi të përfshirë sepse globalizmi e ka bërë botën një fshat të vogël. Edhe aq të izoluar nuk kemi, domethënë se ne kemi dhe komunitetet domethënë me ngjyrë, domethënë po para se të kalojmë tek ajo është kjo pjesa e mjetit që e preket I tash domethënë që bëjnë thjesht e kompensojnë me këto budalliqe të tjera. Edhe ai posti që bëra unë kjo ishte. Ato e kompensonin të drejtën e femrës, domethënë e kompensonin duke nxjerrë një që është e njëjta gjë fustanella që vishej atëherë me fustanet e femrave tani domethënë dhe prandaj janë të barabartë. Po ç'është kjo lloj ç'është ky koment si përfaqësor? A ka më koment cinik që gjëja që veshin femrat fustanella ose fustani I femrave është gjëja që I bën të barabartë? Po kjo është kulmi, kjo është komplet e kundërta e asaj. Po kjo është komplet e kundërta e asaj çfarë do të bëj ky pseudofeminizmi. Duhet të tregosh që ore vëlla, ti do vesh pantalon, ti do veshësh fund. Po kjo nuk ka lidhje. Unë me ty jam I ndryshëm. Po unë duhet të jetoj me atë faktin që ti je ndryshe dhe duhet të vazhdoj jetën time me ty ose pa ty, duke qenë ndryshe, pa të dëmtuar. Duhet I bëjmë barazim me zor të duken njerëzit njësoj. Pse duhet të duken njerëzit njësoj? Jo, nuk bëjmë dallime, ne nuk shikojmë gjinin, nuk shikojmë femra. Por që të jetë femra barabartë, do të sillet femra si mashkull. As pak më valla. Nëse ti do ta pranosh dikë sepse është I ndryshëm nga ty. Se fundja fare, po që I njëjtë me ty, çfarë mundi do përfitosh ti si shoqëri? Qose janë gjithë njësoj. Unë e shoh këtë çështje nga e para, jam shumë dakord me atë që tha Albi në fillim, me çështjen që në Shqipëri për shembull, nuk është ai stat feminizmi si jashtë me cilën po merren me lloj çështje që për mua një pjesë e mirë e tyre janë dhe budalliqe dhe të panevojshme. Po në Shqipëri ka një realitet, domethënë që njëra gjinie është shumë e shtypur se sa gjinia tjetër dhe në këtë rast femrat dhe dhuna nuk është se vjen nga alienët apo vjen nga qenjet të tjera, vjen pikërisht nga gjinia maskullore, domethënë kjo duhet pranuar. Edhe jam shumë dakord me pjesën që domethënë edhe në punë, edhe gjatë jetëve në rrugë, ka një lloj rreziku dhe nuk jam dakord me pjesën sepse ne kemi bërë një kontratë sociale dhe kemi vendosur të jetojmë në një qytet, në shoqëri në polis dhe nuk mund bën që disa lagje ose disa zona të jenë ekskluzive për këta njerëzit e dhunshëm dhe ne nuk duhet kalojmë aty dhe duhet kujdesemi super për veten, se nuk është se po shkojmë në një vend lufte, kur realisht njeriu e di që këtu nuk duhet shkoj, por në një qytet normal njeriu nuk duhet të ketë këto kujdese të tilla, qoftë femra apo qoftë mashkull. Sepse përndryshe atëherë kalojmë në atë kushtet natyrore të rësojt dhe secili pastaj është të gjithë kundër të gjithëve dhe unë pastaj mund të bëhem ky edhe femra ka drejt maj armë dhe mund të të vrasë pa paralajmërim nëse ndihet e cënuar apo e rrezikuar. Po nuk është shumë e këndshme kjo. Ajo që dua të them te kjo pjesë është që realisht në Shqipëri është shumë e nevojshme kjo lëvizja feministe për shkak të një mendësie së fillim të shtypjes femrës, të trajtimit femrës si gjini e dytë, e cila realisht duhet jetë e varur nga mashkulli nga ana ekonomike për shkak të drejtave të saj. Dhe besoj se është bërë një punë e mirë ose është një kështu zhvillim për shkak të inercisë, po sa më shumë të arsimohen dhe sa më shumë të kenë pavarësi ekonomike, aq më shumë synojnë dhe shkojnë drejt lirisë femrave, aq më fenomen pozitiv bëhet, besoj se në shoqërinë tonë. Por ama duhet ta pranojmë se ekziston kjo pjesa që pjesa më e madhe, një pjesë e mirë e femrave janë shtypur sidomos në zonat rurale, që femra trajtohet sikur është pronë e mashkullit dhe për çdo gjë duhet pyes atë, duhet jap ai leje ose babai ose burri I saj. Nga ana tjetër, kjo është më shumë fenomen që është jashtë ose në shoqëritë polarizuara si ajo e SBA-ve, në cilat është harruar kjo idea, është dalë shumë nga konteksti I lëvizjes feministe, se besoj se ai feminizmi I shëndetshëm pothuajse një pjesë mirë të vendeve ka vdekur dhe është ngritur ky feminizmi radikal, ky feminizmi që merren me gjëra terciale dhe nuk merren realisht me thelbin, me kushtet ekonomike, me gjëra që realisht
kanë rëndësi, po merren me me përemrat, me si do t'i bëjnë flokët, si do t'i bësh ti flokët, dhe pse nuk më quhen mua X ose Y. Dhe kjo ka shkaktuar një lloj devijimi nga debati real që mendoj që është aksesi dhe liria ekonomike, intelektuale që duhet të ketë femra, dhe jo se besoj se nuk është e rëndësishme se çfarë do t'i thuash njërit apo tjetrit, se po diskutohet shumë, nuk e di edhe me një kishte bërë kjo Arela Gaçi një postim edhe kur lavdronte aftësitë e saj si kuzhiniere mirë dhe që bënte punë te shtëpia dhe ndikohë po e kritikonte një dua t'ja përmend emrin, një pjesëtar LGBT-s, e cila vetë bashkëjeton me një rob tjetër, edhe po e kritikonte që Arela Gaçi promovon idenë e një femrës shtypur e femrës që do t'i shërbej burrit, ndërkohë që ajo nuk e thoshte asgjë nga ajo, thjesht po lavdronte punën e vet që jam mama në shtëpi, jam kështu, jam ashtu. Çështja është që kjo krijon dhe një lloj, ky ekstremi tjetër krijon një lloj lufte nga asaj që është midis asaj që është jeta publike dhe jeta private. Ne normalisht në aspektin publik duam që femrat të ketë promovim, të ketë liri, të ketë jo të jenë barabarta. Unë jam shumë dakord me ty që nuk ekziston barazia, është idiotësi barazia. Po të ketë një njëjtat kushtet barabarta, por ama nga ana tjetër duhet të balancohet me atë që quhet qasje individuale, sepse ti nuk mund të më vendosësh mua se si unë sillem individualisht, përderisa nuk shkel parime dhe norma, sidomos ligjore, nuk më kushtozon dot mua, dhe nuk më kushtozon dot mua nëse e dashura ime, gruaja ime do të gatuaj për mua, ti nuk më vjen të më tregosh mua te shtëpia ime me këtë idenë e feminizmit tënd, se çfarë duhet bëj unë te shtëpia ime, ose nëse unë dua të punoj më shumë se sa ajo, ose nëse unë i bëj një dhuratë, i dhuroj lule ose i hap derën, sepse dua të tregoj pak gentilisë, ti nuk mund të thuash jo, jemi të barabartë, mos më hap derën, do ta hap dhe unë ty derën, ta bëjmë 1-1. Kjo është idiotësi, këto janë marrëdhënie në të cilat njeriu për shkak të edukimit të tij i vendos vetë, janë marrëdhënie personale, nuk duhet kaluar këto ekstreme. Por ama duhet merret me nivelin shoqëror, me politika shoqërore dhe me këto aspektet më gjyrësore se sa veprimet banale. Ajo që më shqetëson mua te kjo aspekti kohët e fundit, se çdo gjë ka kaluar në një lloj ekstreme dhe një lloj polarizimi shumë të madh. Dhe secili mendon që te ky polarizim ka drejt. Prandaj është ndruar dhe Jordan Peterson, një farë avokati i meshkujve. Pse? Sepse edhe meshkujt vuajnë dhe meshkujt dhunohen, pavarësisht se në një formë tjetër. Edhe ne, domethënë jemi një gjini, sepse unë mendoj që më shumë se sa një luftë gjinore, është një luftë klasore, është një klasë e cila ka fuqi politike dhe ekonomike, e cila shtyp pjesë më të madhe të njerëzimit. Është për te dhe këto pasoja janë pasoja e kësaj shtypjes klasës, kësaj lufte klase. Edhe prandaj ai është shndruar një lloj heroit, sepse një sekond, sepse nuk janë meshkujt demonët në gjithë historinë, ose janë ata të qit, sepse ka dhe një pjesë e mirë e meshkujve të cilët bëjnë punë shumë të vështira fizike, në cilat femrat nuk duan të shkojnë në luftë, bëjnë gjëra të cilat realisht janë super çnjerëzore, por këtë pjesë duket sikur nuk do ta diskutojë njëri, nuk do ta përfillë njëri, nuk do ta nxjerrë në pa njëri. Pjesa më e madhe e minatorëve janë meshkuj. Pjesa më e madhe e njerëzve të cilën shkojnë luftë që janë punë shumë të rrezikshme janë meshkuj, është shumë punë të cilat janë kështu gati në caqet e vdekjes, janë meshkuj. Ose hypin romanës për në Angli. Po, janë ata që marrin më shumë rreziqe edhe nga kjo pikpamje. Punojnë në ndërtime, unë i kam gjithë punëtorët dhe të gjithë punëtorët që i kam meshkuj. Po po sepse prandaj domethënë ai Petersoni ka krijuar një lloj vale shumë madhe, sepse me drejt thot pse ju kërkoni që femra dhe meshkujt të ketë një lloj CEO, por nuk kërkoni që edhe minator, edhe punojësit që lidhin këto telat elektrik, edhe ata që punojnë në ndërtim të jenë prapë femra, sepse asnjë nuk e kërkon barazinë në këtë punë. Vetëm në CEO, në drejtues, në gjëra këto në poste ekzekutive. Se nëse do barazi, do ta kërkojnë barazinë në çfarë do lloj aspekti. Shikoj se ka femra që bëjnë punë të vështira, ku diun fasonerie ose. Unë po them në përgjithësi se ka shumë femra që punojnë në kushtet në cilat, po problemi është që unë e shikoj më shumë ke sistemi i cili është një klasë sunduese dhe një klasë të sunduar që sundohet, se sa më shumë kjo lufta gjinore që unë besoj se është dhe një çik i favorizon këta që përfitojnë nga kjo situatë për t'i fut gjinit në sherre, për t'i fut njerëzit në sherr, sidomos të varfrit, se të varfrit bëjnë sherriti, nuk kanë parë të pasurit kryesisht bëjnë sherre me njëri tjetrin. Dhe besoj se është në interesin e kësaj klase sunduese. Dhe një gjë të fundit që dua të them, unë besoj se ka një lloj përpjekje dhe besoj se është e qëllimshme
tek aspekti i denaturalizimit të individit si qenie njerëzore, sepse për mua unë besoj se ka shumë gjendje biologjike që njerëzit kanë psikologji femërore, trup mashkullor etc, janë gjendje natyrore dhe klinike që njihen, por nuk janë një fenomen kaq të madh sa është bërë sot, që është kthyer një lloj teke apo një lloj dëshire që unë ndihem femër, jam mashkull, ndihem femër dhe quhem femër. Unë ndihem alien, jam alien. Unë jam gender fluid, jam gender fluid. Si është e thot. Por problemi është nuk e kuptojnë se sa ndikim të madh ka në psikikën e dikujt, sepse identiteti fizik është i atashuar me një identitet emocional, mendor, edhe është shumë e fortë që është e rrënjosur, dhe nuk mund t'i shbësh këto dy gjëra sikur të jenë molle dhe të darda. Edhe besoj se ka një lloj përpjekje për ta denatyruar individin edhe shoqërinë në tërësi, duke bërë një lloj shoqërie që nuk di ku është, nuk e di çfarë identiteti ka, nuk e di kush janë ata kolonat morale dikur, sepse rolet e femrës dhe të mashkullit janë të përcaktuara biologjikisht, duam ne apo s'duam, përpos përjashtimeve, nuk janë gjëra të cilat janë të panatyrshme, dhe kjo biologji përcakton edhe psikikën e njerëzit, përcakton edhe mendjen e njerëzit, edhe shpirtin e njerëzit, dhe ne nuk mund t'ja fusim portës, më falni për shprehjen tani, dhe të themi që këto gjëra janë kështu, e vendosun jam gender fluid sot dhe jam realisht i tillë. Jo, biologjia ka ndikim te jeta njerëzore, sepse pse mos quhem unë jam 60 vjeç, identifikohem që 60 vjeç, ose unë jam alien. Nuk mund të identifikohesh kaq kollaj, vetëm kur janë raste identifikohesh, unë në Gjermani. Po pra, e di. Kjo është problemi, sepse ti nuk mund të identifikosh nëse nuk ka një specialist, njerëz të cilët marrin vesh nga kjo punë. Nuk po them ti zonojmë individ tillë, përkundrazi. Duhet realisht që njeriu duhet ndihet ashtu më mirë siç është. Unë për shembull njoh një 2-3 persona që janë kështu trans dhe gender, që duan, domethënë janë femra ose meshkuj dhe ndihen të tillë dhe sillen si gjinia tjetër. Janë raste të rralla në të cilat realisht ndoshta është më mirë që personi ta ndryshojë gjinin, po janë raste shumë të rralla, nuk janë kaq prevalente dhe janë tek. Jashtëzakonisht shumë të rralla. Po dhe janë raste ku njeriu realisht vuan, sepse nuk ka asnjë lloj identiteti psikologjik edhe emocional me gjinin e vet. Por me raste shumë të rralla dhe një klinikisht, dhe normalisht ta persona besoj se edhe me operacione dhe me gjëra duhet të shkojnë te gjinia e tyre se si ndihen. Ama janë shumë të rralla, por ama ti ta quash çdo person, unë ndihem kështu, nesër ndihem kështu, pastaj e ndryshoj, e bëj kështu. Kjo për mua ka krijuar në shoqëri një lloj shkatërimi të individit. Edhe është një qysh në rolet edhe ato arketipet e mashkullit dhe femrës, një qysh në rolin e lartë, qysh në Greqi edhe mitet që i shpjegojnë, sepse është e nevojshme që njeriu të edukohet me gjininë e vet dhe ta konfirmoj atë gjininë e vet, sepse shumë e bukur ti je mashkull dhe shumë e bukur ti je femër dhe ti zbulosh këto role. Nuk mund të themi ne ti zhdukim gjithë jemi. Është një all out war, e kupton, është gjatë gjithë kohës është duke u sulmuar çdo gjë që ka bazament faktual. Se edhe kjo pjesa me këto transgjinorë tani, unë për mendimin tim nuk është asnjë gjë tjetër kundrejt përveç se luftë e hapur ndaj personave që janë gay. Ka shumë nga ato që quhen groomer, që i flasin meshkujve që janë gay ose femrave që janë lesbike, që në qoftë se ti je mashkull dhe tërhiqesh ndaj meshkujve, atëherë do të thotë që ti je femër, kur ai thjesht mund të jetë një mashkull gay, e kupton, edhe i futet atje operacioneve ndryshme shpërfytyrohen, edhe dalin më vonë, ose femrave që janë lesbike, apo ti duhet të heqësh gjoks dhe të gjitha. Nuk e di nëse ndonjëri nga ju e ka parë ato dokumentarin What is a Woman. Po, e kam parë. Po. Është luftë e hapur drejt për të shkatruar femrën, domethënë, sepse është mënyra më e mirë për të shkatruar mashkullin, sepse nëse ti shkatron atë rolin dhe imazhin e femrës dhe rolin e femrës, që është roli me 51% ose minimumi 51% më i fortë se sa mashkulli, sepse jo vetëm që femra ka gjithë ato lloj gjëra që bën në jetën e përditshme, domethënë edhe fëmijë, familje, gjithë etj, por është dhe një nga motivimet kryesore të meshkujve, që ndiqet në mënyrë biologjike gjatë gjithë historisë. Një nga motivacionet më të mëdha për meshkuj është gjetja e partnerit, impresionimi i partnerit, të bëj diçka që të arrijë të t'ja bëj dhe partneres vet jetën më të bukur etj. Ama duke shkatëruar ti femrën, duke nxjerr femrën nga ato
roli që është, siç e thamë tani, shumë i lashtë, edhe që ashtu ka qenë gjithmonë dhe ashtu do të jetë, sado se ta nuk kanë për të prevaluar asnjëherë. Thjesht do vijë deri në një pikë do derdhet kupa. Edhe prije flokët, vishu siç vishin meshkujt, bëj atë. Dalin ata meshkujt e dobët tash që unë për shkak të partneres time jam njohur edhe si funksionojnë, edhe partnerja ime është skoceze, edhe më tregon shumë që është qesharake dhe ndonjëherë duket sigurisht hiperbol, por nuk ka më meshkuj. Ata meshkuj e kanë aq të thjeshtë atje, domethënë të marrin seks nga femra, domethënë ose të kenë një partnere për një natë, saqë ata nuk i duhet të bëjnë më asnjë gjë. Shumicat e shoqeve të veta, siç e tha Albipar, mbajnë meshkujt e tyre që pinë bar gjithë ditën, edhe janë depresiv, edhe iu, edhe i mbajnë ato se nuk ka, ai është standardi. Kur kam qenë në gjimnazo, sa gjëra duhet të bëni, unë bëja poezi. Kur kam qenë në gjimnazo bëja poezi, jo gjeja lule, jo po qa do vishja, jo po si do t'i flisja, unë e bëja skenarin që 4 ditë përpara. Mundoheshe, hidheshe, i përfshihesh në atë lidhje. E kishe eksperiencën shumë të thellë, burë. Kishe eksperiencën në shpirtit, e zbuloj edhe veten, se si ishe ti, se si sillesh ti, e tjerë. Se ajo është në fund të fundit, se edhe ti e përmende më përpara, është gjë shumë e bukur të zbulosh edhe se si është ti është mashkull edhe se si është si mashkull të sillesh ndaj femrave, sidomos në ato hapat e parë kur zbulon seksualitetin edhe do të biesh në sy, do të krijosh një marrëdhënie me dikë. Po tani në një lloj që është çdo gjë fap, domethënë një wajna zënë nesër nuk e njeh fare dhe pastaj me shokun e vet, pastaj me atë e vet. Ti e denigron çdo lloj morale. Ka Për mua ka një lloj, domethënë, zhbërje e disa kolonave o disa formave të cilët kanë qenë kështu modele edukuese. Për shembull, diku në lashtësi kishin mitet të cilat e edukonin një shoqëri dhe jepnin disa sjellje arketipale, dhe secila prej tyre përngjasonte përmes modeleve të tilla. Po për shembull, ekziston edhe një libër dhe është bërë dhe kështu në qasje eseiste dhe kinematografike mbi 4 arketipet e meshkujve, që është mbreti, magjistari, poeti edhe luftëtari. Domethënë, secila prej këtyre 4 arketipeve bien meshkujt në secilin prej këtyre llojeve, po këto kanë dhe hijet e veta. Për shembull, një nga format që Andrew Tate, po e marrim si figurë e cila është bërë shumë e diskutueshme, bie është hija e arketipit të luftëtarit, i cili është njeriu, është mashkulli luftëtar, po mashkulli luftëtar është fisnik. Edhe shumica e meshkujve e kanë luftëtarin brenda vetes, po problemi që bëjnë, problemi që ndodh është që kultivojnë hijen e luftëtarit, njeriun e dhunshëm, njeriun që do t'i kap gjyrat, ti rëmbej, nuk është ai luftëtari fisnik, sepse luftëtari fisnik gjithmonë ka një lloj qasje në raport me kauzën, e ka një moral shumë të lartë. Për shembull, luftëtarët fisnik ishin samurajt ose po themi dikur templarët e këto. Ky është maja e luftëtarit fisnik. Ose nga ana tjetër poeti është, ne shikojmë artistët futen tek arketipi i poetit, se përfshin nuk është thjesht njerëz që po them po bëjnë poezi në mënyrë banale. Po mashkulli i cili merret kultivon këtë pjesën e vet të butë, po themi, dhe artistike, por nuk është nga ky termi ta themi është gay ose është një mashkull përkundrazi, po është njeriu i cili kultivon aspektin e ndjesive, e ndijimeve, e emocioneve, janë artistë, janë njerëz që prodhojnë gjëra virtuoze. Sigurisht ka dhe pjesën e hijes vet ose pjesën e banalitetit vet. Ashtu siç janë dhe pastaj arketipet e magjistarit ose arketipet e mbretit. Mbreti është lideri. Njeriu që udhëheq, njeriu që njerëz përpara, dhe arketipi i hijes së mbretit që është diktatori, despoti e këto. Çështja që unë besoj se këto ose edhe për pjesë të vogël tek ka pjesa e shkrimtarit, domethënë se unë kam hasur dhe vetëm. Po. Ideja të gjitha ato pjesët e tjera jemi një mendim, po çfarë ndodh me këtë pjesën e shkrimtarit, me këtë pjesën e butë për shembull. Por unë jam ish ndeshës tani se si di si thon X-Fighter në MMA, e kupton. Unë kam shkruar edhe poezi pafund vet. Edhe sot me këtë lloj doktrine, në qoftë ti tregon atë pjesën e butë, po ti duhet të jesh femër, sepse nuk pranohet më ky arketip i butë i mashkullit. E kupton?
Edhe e njëjta gjë ndodh me femrat. Një femër nëse do të arrijë diçka, nëse do të bëjë diçka që tregon fortësi, tregon ngulmëri, atëherë ajo duhet të jetë mashkull. Edhe këtu, unë prandaj edhe urrej edhe dua Belini kaq shumë. E kupton se ne kemi pasur debate që i bëjmë në universitet që s'po ndodhin më tash, se tani kanë bërë peticione ata që ndihen të ofenduar. Po në fillim bënin debate kur këta që bënin këto budalliqe për transgender thonin po jo pse në Iran edhe në Persinë e hershme janë të emancipuar sepse kanë shumë transgender. Po normalisht si Berlin që është ne kemi iranian aty plotë, thaj më falni jeni edhe ishte nga skuadra e vet ky tipi. Unë nuk e konfirmoj fare këto fakte, thaj sepse 99.99% e atyre që janë transgender, domethënë ose që janë transvestit në Iran, janë të detyruar nga shoqëria sepse ti atje nuk mund të jesh gay, dhe nëse je gay të detyron, je i detyruar me ligj të kthehesh në transgjinor, domethënë të sillesh të vishesh si femër. Që unë besoj se është një lloj qasje e zhbërjes roleve. Dhe nuk po them se jam dakord, domethënë sidomos te pjesa e femrës, jam dakord që femra nuk është roli i saj me qenë shtëpiake ose me qenë shërbësja e burrit, sepse kjo jam dakord me kritikën që i bëhet këtij gender roli. Nuk mund të jetë femra thjesht një person i cili është nënshtruar dhe shërbëse e burrit ose familjes burrit, por ama ka një lloj roli biologjik, një lloj roli natyral që të dyja gjinive, po ti lësh në gjendjen e tyre natyrale, e zhvillojnë, është e pashmangshme, ka treguar edhe historia kjo, sepse kjo pastaj nxitja e një lloj relativiteti i gjinive që nuk ka rregull, nuk ekziston asgjë, nuk ekziston biologji, nuk ekziston qasje mendore, psikike, ekziston vetëm dëshira jote dhe teka jote që unë ndihem kështu dhe jam kështu. Është shumë problem, unë kam parë dhe shumë femra dhe meshkuj të cilët kanë ndryshuar gjinitë dhe prapë kanë ndryshuar mbrapsht, sepse nëse ti bazohesh në një tek, po ashtu të bazohesh, ajo tek do zgjasë do kthehet prapë, nuk është diçka e qëndrueshme. Por çështja është që e përsërisi, unë shikoj një lloj qëllimi, edhe ndoshta nuk e di a keni lexuar atë librin e Volës, Dekadenca e perëndimit, rënja e perëndimit, edhe përshkruan qysh nga gati para një shekulli, pavarësisht se ka ca qasje fashiste ai, po e përshkruan domethënë këtë qasjen dhe rënjen e mashkullit perëndimor dhe e botës perëndimore në një lloj dark age. Unë shikoj shumë qëllimshme këtë. Domethënë nëse ti shkatron gjinin femrës, e shkatron dhe mashkullin dhe nuk e di ku përfundon mashkulli dhe ku fillon femra, të dyja, sepse të dyja palët janë të ndryshëm, kanë shumë aspekte komplementare, po ashtu kanë dhe fuqi që mund t'i japin njëri tjetrit, e kultivojnë ashtu si shteti për shembull, ti shkruaj poezi për goca. Ashtu si mund ta kemi bërë secili për nesh, fisnikërohesh, ashtu siç bën femra një akt tjetër. Por kjo nuk do të thotë që njëra është më poshtë, njëra është më lart, janë thjesht të ndryshme. Edhe ne na duhet kjo pjesë diversive. Nuk mund t'i bashkojmë që mashkulli është kështu. Jo, ka ca gjëra që mashkulli nuk është. Ashtu si ja ka thënë biologjia, nuk mund ta detyrojmë. Ta bëjmë. Çfarë përdorën për të pjesën e mashkullit? E kanë përdorur në shumë debate dhe vetëm një profesore që ishte diku të 50 ca vjeç ka bërë pyetjen që unë nuk kërkoja nga gjithë që të bëjnë. Një gjë që unë them gjithmonë, domethënë për që të lexoj dhe si mendon Robi, unë them të pjesa e familjes të fëmijët. Edhe unë them që mashkulli nuk e ka asnjëherë kapacitetin human të sillet kundrejt fëmijëve se si sillet një femër, në mënyrë të gjeneralizuar, në përgjithësi, domethënë. Unë e kam thënë disa herë në debate që femrat janë sado pak, po më shumë humane se sa meshkujt. Edhe të gjithë kapeshin jo po pse i generalizohen femrat e po kështu, edhe pyetjen e saktë që doja unë që të më bëj mbrapsht, domethënë e ka bërë vetëm kjo profesore që ka thënë ti po diskriminon meshkujt me këtë. Domethënë asnjë njeriu nuk i binte në mendje, domethënë që thoshte që ore vlla, pse po i generalizon meshkujt që po thonë s'kan aftësi, se ka shumë baballar, domethënë që janë shumë të aftë të gjithë, por të gjithë ishin të fokusuar te kjo pjesa e doktrinës, domethënë që jo, ti po mendoj që të gjitha femrat janë nëna, ti po thua që të gjitha femrat duhet të bëhen nëna, që unë një fjali thosha gjithmonë, femrat janë më humane se sa meshkujt. Edhe ai kolapsi dhe kaosi që krijojnë atë dhomë, domethënë është epik molla, është fiksi si në një kështu reality show, është i papar. Është shumë i trisht. Më kujtove një kështu, do të them diçka të fundit për Elena Albionit, më kujtove diçka që një statistikë që 21% të pastreve janë femra. Ndërkohë ajo pjesa tjetër çfarë janë? Është fokusimi te statistika ndërsa te qasja. Po,
Jo, po pjesa tjetër ishte meshkuj, po shikoj, është alarmante, shkronte që 21% të pastrillit janë femra. Ndonjëherë është edhe fokus statistikash. Unë mendoj që nuk duhet të bëhem konspiracionist, po mendoj që ka i farë lufte kundër, po themi, identiteteve origjinale ose ndaj familjes. Nuk është një elitë globale, po është një rrymë shumë e fuqishme, sidomos në perëndim, në Europë, po dhe në Shtetet e Bashkuara, e cila mendon se duhet të zhbëhen rolet tipike të burrit dhe të gruas, duhet të zhbëhet familja ashtu siç e konceptojmë. Duhet, për shembull, nëse ju dëgjoni Gjeni Karajn thotë një familje jo konvencionale, një familje ndryshe për ta treguar si diçka të bukur, e kupton? Dhe aty arrim deri tek burri me mitër ose deri tek transhumanizmi, që është përforcimi ose pasurimi ashtu siç e konceptojnë ata i qenies njerëzore, duke i dhënë aftësi robotike ose duke i dhënë aftësi të cilat biologjikisht nuk mund t'i ketë. Dhe për mendimin tim kjo është problematike sepse njeriu është ndërtuar biologjikisht ashtu siç është për një arsye. Domethënë ajo që përmendi Bleoni për dashurinë e nënës me fëmijën, unë mendoj se është e pazëvendësueshme, sado një burr mund të ketë mitër ose sado fëmijët mund të jepen, sado mund bëhet një fëmijë me një mitër me qera, sepse është edhe biologjike njëherë që fëmia shkëmben qeliza staminale me nënën, po është edhe psikologjike. Një fëmijë nëse nëna ka kontakt me të pas lindjes, pak sekonda ose pak minuta pas lindjes, është shumë e vështirë që të shkëputet psikologjikisht për atë moment dhe për gjithë jetën nga ai fëmijë. Kështu që atyre nënave që janë nëna surrogat, që e bëjnë fëmijën për t'ia dhënë dikujt tjetër, nuk ja japin në dorë pasi lind fëmia, sepse e dinë që po t'ja japin dorë, ajo do vojë një depresion të tmerrshëm kur të shkëputet nga ai fëmijë. Kështu që njeriu nuk duhet, për mendimin tim, nuk duhet të mendohet si një robot ose të mendohet vetëm në mënyrë materiale ose materialiste, sepse njeriu ka dhe një shpirt. Dhe nëse ne njeriu ne shkëpusim nga shpirti dhe mendojmë si një qenie e cila mund të modifikohet, mund të ndryshohet në mënyrë hormonale, mund ndryshoj identitetin bazë të gjendjes psikologjike ku ndodhet, atëherë ne këtë njeri e shveshim e bëjmë një guask bosh dhe bëjmë një lëndë të parë për totalitarizëm, sepse ne dimë që njeriu i ri komunist ishte një njeri totalisht materialist, nuk kishte problem të spiononte edhe nanën edhe babën, mjafton që ta kishte mirë me partinë, ose nazizmi i cili shkoi deri tek eugenetika në ekstrem. Kështu që në këtë koncept unë shoh, domethënë kjo është përdorur edhe politikisht nga këto lëvizjet, nga fashizmi, aty po Putini apo Sorosi, unë nuk duhet futem fare aty, du vetëm që të shpreh këtë konceptin e njeriu që duhet të ketë një shpirt, që duhet të ketë një identitet, që identiteti gjinor është i lidhur edhe me identitetin shpirtëror të njeriu, sepse secili ka një anë maskullore, ka një anë femërore. Kjo s'do të thotë se është gay apo se është agresiv, por gjithsesi këto janë pjesë të karakterit të njeriu dhe janë studiuar nga fetë që kur s'mbahet mend. Dhe problemi i burrave që nuk janë burra, që nuk janë të përgjegjshëm, që ngelen adoleshent gjithë jetën, është një problem edhe i grave, sepse gratë nuk duhen të kenë në krah një mashkull që është i paaft, që është jo produktiv, që nuk është i aftë të mbrojë as veten e jo ma të mbrojë familjen. Po ashtu edhe burrat duhen të kenë një grua që të jetë sa më femërore, që mos të jetë, nuk e di, mos të ketë disa trajta muskullore që nuk e bëjnë tërheqëse. Kështu që këto karakteristika janë shumë të rëndësishme për mua tek individi, po edhe tek familja ka nevojë, një fëmijë ka nevojë për një baba dhe një nanë, kuptimin që ka nevojë për dashurinë që mund t'i jap nëna, sepse dihet edhe nga psikologjia që fëmijët dashurinë e mësojnë nga nëna. Është ajo që, domethënë, nëse një mashkull ka probleme, nuk e merr dashurinë e nënës ashtu siç duhet, ose nëna është depresive, do ketë probleme të rënda kur të rritet në marrëdhënien e tij me gratë, me femrat, do i trajtojë ose në mënyrë abuzive, ose do jetë i pasigurt me to, e gjithë problemet e tjera që lindin. Po ashtu edhe vajzat, cilat kanë të shtoqëtura daddy issues, problemet babait,
që vinë që nga Freudi, që i ka analizuar, nëse nuk kanë një model të mirë të babait në shtëpi, nëse nuk kanë një baba të dashur, nëse nuk kanë një baba që është i Zotit i jap dashuri nanës dhe ta tregoj këtë, jo në mënyrë vulgare, po ta tregoj dhe fëmijët ta shohin, atëherë kjo vajzë do ketë probleme kur të rritet në raporte me meshkujt dhe në raporte me veten e vet. E njëjta edhe me nanën. Kështu që mendoj se nana dhe babai janë tepër të rëndësishëm për të dy fëmijët, që duhen të dy, aq sa është e mundur, nuk po them që mos jetë mundur për një nanë e vetme të arrisë fëmijën, le të arrisë, por aq sa është e mundur do të mbrohet dhe të synohet familja me dy prindër. Dhe kjo, domethënë, kjo për familjen dhe për identitetin gjinore. Pastaj se çfarë po bëjnë këta marksistët, se çfarë po bëjnë lëvizja botërore e majt, ne po e shohim dhe fatkeqësisht po përputhet deri një farë pike edhe me kapitalin e madh, sepse kapitali i madh pasi e nxorri gruan punë me feminizmin, tani po pretendon të shkatërrojë edhe familjen, po pretendon të shkatërrojë edhe kombet dhe identitetet, çfarë do identiteti i njeriu për ta bërë njeriu një farë qenje pa besnikëri kombëtare, pa besnikëri familjare, pa Sklavi perfekt, dakor, thjesht sklavi perfekt. Po, pa besim në Zot, një njeri sklav të materializmit, sklav të drogës, sklav të kënaqësisë seksuale, një hedonist i cili nuk ka ideale, për pasojë nuk ka as idealizma, dhe duke mos pas idealizma, jeta e tij është e pa kuptim, nuk ka ambicie, nuk ka kërkesa, nuk ka solidarizim me njëri tjetrin, ka vetëm konsumon, dhe do arrim tek ato realitetet distopike të serialit Black Mirror, ku njerëzit e marrin kënaqësinë direkt nga realiteti virtual, nga VR, edhe jetën reale jetojnë. Është njësoj si të kesh një shtëpi shumë bukur metavers dhe një grua shumë bukur dhe një lidhje fantastike dhe në realitet jetosh një dhomë të pistë dhe pa dritare. Kjo është distopia në të cilën nuk duhet arrim dhe mënyra vetme që mos arrim është të kthehemi tek identiteti, të kthehemi tek shpirtërorja, tek marrëdhënia e njeriu me njeriu edhe deri diku edhe njeriu me krijuesin. Të gjitha ato që ti përmendë deri tani janë në sulm të drejtë për drejtë, pa fshehur asnjë lloj gjëje. Ata e kanë thënë shumë personazhe që përfaqësojnë ato lloj grupe, i kanë thënë dhe politikanë që mbështesin ato lloj grupe, dhe është e vetmja gjë që ata po mundohen të bëjnë tash, sepse në momentin që del tek pjesa e mashkullit, që pse është lufta kundër mashkullit, nëse një mashkull nuk ka familje dhe nuk ka një aftësi për që të lejë një legaci të ndryshme në çfarë lloj forme, se të themi të drejtën, shumica e meshkujve do harohen në një shoqëri, domethënë 90% nuk diskutohet fare. Vetmi mënyrë se si do mbijetoj trashëgimia e tyre është familja që do lënë pas. Dhe duke i marrë familjen, duke mos e lënë familjen të jetë pronë e vetvetes, siç janë tani, siç është në Gjermani, në SBA, në Kanada, ku fëmia është pronë e shtetit, në fakt, nuk e di sa jeni ndjeni për këtë, por kjo është fakt. Edhe në shkuptim është pronë e shtetit. Fëmia është pronë e shtetit, shteti paguan për atë dhe shteti ka më shumë të drejta se sa ka prindi për fëmijën. Në Britani, Gjermani edhe Kanada 100% është pa diskutuar. Po thu për shkollat e qertë dhe këto të drejtat Të gjitha është ajo çështja e gjyqësorit tash me atë babain që ka atë gocën 14 vjeçare në Kanada që i kishin vënë prescription ta puberty suppressing drugs, domethënë që ky nuk binte dakord, por shkolla dhe shteti binte dakord dhe tani ka restraining order. Tani as nuk mund ta shohë fëmijën fare sepse shteti ka vendosur të supportojë vajzën. E di që pa miratimin e prindit kujdestar nuk mund bëjnë diçka të tillë. Jo, ato e bëjnë që s'kemë të dhe e kanë bërë dhe ai tipi tash ka dalë dhe kërkon fande për të paguar dhe avokatësh ta ndjekë çështjen ligjërisht. Ai ka literally plako restraining order që nuk i afrohet dot fëmijës vet tash. Sepse e konsideron si transfob edhe që nuk do që fëmia të shprehë atë që duhet. Fëmia është 14-15 vjeç, është gocë, nuk që do të kthehet mashkull, domethënë, diçka e tillë. Do mundohem që përpara se ta ngarkoj kur ta ngarkoj në YouTube ta gjej artikullin edhe ta vë me link se është gjë e mirë
jepet burimi këtyre informacioneve se thon pastaj njerëzit jo përdor anekdota për të gjitha. Ekziston dhe një teori konspirative për gjithë këto, se si ekziston si pron fëmia ndaj shtetit amerikan, edhe ide që një pjesë e këtyre fëmijëve merren nga prindrit edhe çohen kështu për trafik organesh ose gjëra seksuale. Nëse unë doja të shtoja një gjë te kjo e luftës dinive, po themi që ka një lloj unë jam, do të paktën me veten time jam i bindur që ka një lloj qëllimshmërie tek e gjitha kjo, por shikoj edhe një lloj shqetësimi faktin që në vend që të ndërtohet diçka e re, nuk jam kundër të ndërtimit të ideologjive dhe qasjeve të reja. Ajo çka bëhet është që shkatrohet ajo që gjatë është traditë që ekziston tashmë dhe mundohen ta shkatrojnë në çdo lloj. Kjo shikohet te familja, te marrëdhëniet seksuale, edhe te historia, edhe te kinematografia, dhe po të shikosh në kinematografi marrin personazhe gja ekzistente dhe duan t'i kthejnë në femra, në kështu, në ashtu. Problemi është që ata njerëz, ata histori, ajo formë e cila ka ekzistuar dikur, lëra ashtu siç është dhe krijo, nuk jam kundra, krijo forma dhe modele të reja, por thjesht nëse je i paaft së krijuar, do citoj prap Tolkien, domethënë që e liga nuk mund të krijojë, thjesht perverton ose përçundon atë që ekziston tashmë. Dhe çështja është që një pjesë e mirë e këtyre njerëzve këtë po bën. Merr ato gjëra që ekzistonin dikur, duke qenë dhe tradita dhe forma pozitive, dhe i merr dhe i përçundon, i kthen në forma shumë ork, po them. Krijo gjëra të reja edhe në kinematografi, bëj diçka të re, edhe në kulturë, edhe në raportin e gjinive, bëj diçka të re, një formë të re, nuk ka nevojë të marrësh atë që gja ekziston dhe ta kthesh në një formë tjetër. Po ka një gjë konspirative për këto, Andi, këtë që përmendën ti. Po, normal, unë po them për tek është në fakt këto kundër racizmit dhe kundër këto që janë për feministët, këto lloj gjeste që këta bëjnë në fakt i dëmtojnë më shumë feminizmin dhe lëvizjes kundër racizmit, sa edhe pjesa thotë që na keni çart trapin me ndër muhabetit, edhe fillojnë polarizohen prapë dhe produkti i këtyre është një pjesë shoqërie që bëhen seksista dhe që bëhen racista, vetëm sepse ndodhin këto budalliqe. Po, kjo polarizimi nuk i shërben askujt, domethënë, po shikojmë edhe në SBA dhe në shumë vende të tjera që i kanë këto, nuk është se po i ul gjakat, nuk është se po çon zhvillim. E sa dha Albi pak më përpara, këta kanë kaluar nga një shoqëri që para 50 vite, 70 vitesh ishin super racist, po kalojnë te ekstremi tjetër super tolerant, por nuk bëhet kjo. Kjo është një proces që duhet të vinë në mënyrë të natyrshme. Njeriu duhet ta marrë në mënyrë natyrshme, nuk bëhet me dhunë ose me agjenda të tilla që në çdo film, në çdo kulturë, në çdo vend që hap, duhet të kesh një person me flamur të çuditshëm ose me orientim të çuditshëm, që nuk janë shumic, por duket sikur janë shumic, pa asnjë lloj konotacioni kështu. E fundi që do ta them që ndoshta do ta bëjmë ndonjëherë kismet me Albin kështu ndonjë temë në space veçantë, është që nga ana ezoterike është shumë e rëndësishme rolet gjinore, sepse njeriu vjen në një formë të caktuar, mashkull apo femër, dhe është shumë e rëndësishme t'i qëndroj këtij roli dhe po themi nga ana ezoterike kësaj karme të vet. Nuk është se ka një lloj mos arsye, ka një arsye shumë fort sepse vjen kjo gjë. Po kjo është për një temë tjetër dhe besoj se kjo pjesa e shëntësisë ose kjo pjesa e një lloj metafizike përtej, sepse po kalojmë vetëm në aspekt material që është trup mashkullor, trup femëror, një lloj dialektike thjesht materiale dhe gjinore, edhe nuk po diskutojmë për implikime më të mëdha metafizike, morale, fetare, trascendentale që çfarë do të thënë ti je mashkull dhe çfarë do të thënë ti je femër. Edhe Krishna supozoi që të planonte vetveten, pra të bashkonte identitetin mashkullor me femëror për të arritur qenien perfekte. Po ka një lloj simbolike aty, sepse domethënë nuk flasim për gjini njerëzore ose edhe aspekti i seksit ose planimi, nuk është seks, domethënë nuk do të thotë seks, janë këto është më shumë metaforike se sa fizike, dhe njerëzit merret shumë shablon kjo ide e martesës ose Zeusi që vinte dhe bënte seks me njerëzore, nuk ekziston diçka e tillë. Përdorin siç përdorin Zeusin në këtë pjesë me Jezusin si metaforë, ta përdorin jo, po edhe në mitët greke thoshte ka pasur androgjen, ka pasur gjinor. Edhe mua më bën çudi, më valla se në mitët greke ka pasur edhe Minotaur, edhe Hidra, po nuk po shikojmë na njënin tani. Po mitet greke, pjesa më e madhe që proklamojnë është ndarja shumë e qartë e gjinive edhe roleve. Ne kemi përëndesha
shumë të mira dhe shumë të bukura femërore, siç kemi edhe Perëndi dhe arketipe shumë të mirë dhe shumë të fortë mashkullor. Gjithë mitologjitë botërore e kanë këtë gjë, kështu që te mitologjia nuk është se mund të kapësh shumë te kjo pjesë. Po unë besoj se ka një lloj qëllimshmërie dhe ndonjëherë është të qenit normal, ndonjëherë po kthehet kështu si tip revolucioni, si tip gjë e çuditshme sepse çdo gjë po bëhet shumë fluide. Tim Dillon ka qenë i ftuar tek Joe Rogan në këtë podcastin e fundit që unë se kam parë akoma dhe ai thotë që trendi tani, rebelizimi tani nuk është më të jesh nga këto woke, po tani është kthehesh prapë në fe, të bëhesh katolik, sepse ajo është e vetmja mënyrë rebelimi që i ka ngelur trimi tani, kur çdo i ri fillon të lyen flokut dhe thon jam 4 gjini të ndryshme në të njëjtën kohë. Ja kupton? Kështu që po kjo është thjesht një portokalle që rrotullohet në pafundësi, por duke u rrotulluar me këto polarizimet e shpeshta, nga që kundrapeshat bëhen akoma më të mëdha, kjo normalisht edhe nga ana fizike çon në një rritje të shpejtësisë në ato lloj forme, domethënë se do vi një moment që është ai clashi, ajo përplasja domethënë është e pashmangshme dhe zakonisht është shumë e vështirë që përplasjet të sillen diçka pozitive, zakonisht lënë pasoja jashtëzakonisht shumë të forta. Kështu që është diçka që do ishte më mirë domethënë që të uleshin gjakrat, disa gjëra që janë faktuale, të qëndroni faktuale dhe mos të prisheshin. Edhe ishte mirë që gjinia e personit mos të ishte e njëjta gjë si preferenca seksuale, janë dy gjëra të ndryshme. Vetëm dy gjini kanë ekzistojnë dhe ekzistojnë, nuk ajo është biologji, është shkencë, nuk ka lidhje fare. Kurse preferenca seksuale është një gjë tjetër, dhe ajo mund të jetë më e larmishme se çdo lloj gjëje tjetër, edhe unë këto as nuk do ta vë ndonjëherë në diskutim që preferenca seksuale është e ndryshme, po as nuk më intereson sepse preferenca seksuale çdo individi është puna e atij individi dhe nuk kam pse unë të merrem me atë lloj gjëje, sepse mua ajo as nuk më dëmton, as nuk më prek me asnjë lloj gjëje. Po ama kur individi më thotë ma do më thuash zër, sir, au, ju, tani, e kupton, është budallik. Tani të dalë tani them, shiko, juve çfarë lloj gjëje që të bëni tani do më thërisni princ edhe te podcasti tjetër, nga që unë jam pronounce fluid, do më thërisni mbret. Pastaj do më thërisni Sali Berisha, se unë ashtu identifikohem. Kupton, është absurditet. Jam Sali Berisha. O budallëj. E kupton, kjo është kjo është e gjitha e gjëja domethënë. Po se di, unë shpresoj që ne në Shqipëri mos të bëjmë jashtë. Kështu se për zotin është edhe tek pjesa e emancipimit, po edhe te mëshirja ekonomike. Një popull i varfër nuk mund të hyjë në këtë lloj zymtësie, se do ta kesh një barkun plot që të jesh komfort mjaftueshëm që të diskutosh këto tema për të një të ardhmen më të mirë. Po nuk mund të jemi në barkun bosh me 101 probleme të tjera e të fillojmë të merrem me këto budalliqe. Se në momentin e parë që fillon ky lloj diskursi në Shqipëri, të vetmi që do fitojnë janë ata që janë në krye, se është fakt fundamental që nëse populli zihet, politikani shkrihet. Shumë. Mendoj të japim fjalën Klarisës. Clarisa është pak shaj. Po na bëjnë çik input oti Klara, se jemi 3 meshkuj tash këtu, ka vajtur testosteronin në qiell fare. Na thonë një fjalë. Lodi nga Klara na dëgjon? Klara dëgjon, se prandaj u bë pikë që dëgjonte më mirë, po. Po pra, më duhet që të dëgjon ty dhe Klara na dëgjon të treva, po. S'dëgjon më si guxon ti mos më dëgjosh më.